Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Habit mjeku, gështenjat shërojnë në këto 3 sëmundje, ja mosha që duhet i konsumojnë me njëherë. Gështenjat janë ndër më të mirat të sezonit, të pjekura ose të zjera, aroma e tyre është e parezistueshme posaçërisht në këto ditë të vjeshtës. Për të përmirësuar më shumë vlerat e trupit, gështenja do të luajë një rol të madh për organizmin tuaj nëse i konsumoni dhe i shtoni në listën e ushqimeve tuaja të preferuara. Gështenjat janë një burim i pasur i vitaminës C, kalciumit dhe fosforit. Ato janë ideale për të konsumuar kur ndjeni të lodhur dhe pa energji. Po ashtu, duhet të konsumohen edhe nga ata që dëshirojnë të forcojnë masën muskulare, nga personat anemik, si dhe nga sportistët. Gështenjat janë ndër ushqimet me pak yndyrë në krahasim me arorët e tjerë dhe me vlera të forta ushqyese. Gështenjat e pjekura kanë vlera më të mëdha energjike sepse përmbajnë gjithashtu edhe sasi më të mirë të proteinës, yndyrnave, vitaminës C, 2 herë më shumë karbohidrate. Në 100 gram gështenja do të gjeni 67 mg vitaminë B, 27 mg kalcium, 2,38 mg hekur, 175 mg fosfor, 6,4 mg protein dhe 374 mg kalori. Gjithashtu, ato janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për organizmin tuaj. Konsumi i gështenjave në mënyrë të përditshme, sidomos pas moshës 50 vjeçare, do të japë përfitime mbreslënse për organizmin. Ato janë një ushqim nga më të preferuar dhe më të vlerësuar të sezonit të vjeshtës, të pjekura ose të zjera. Aroma e tyre është e parezistueshme posaçërisht në këto ditë të vjeshte. Ja çfarë ndodh organizmit tuaj nëse konsumoni gështenja. Një grusht me gështenja në ditë sjell vlera të mira për shëndetin, pasi ato janë të pasura me vitamina dhe minerale cilësore për organizmin. Gështenjat janë një burim i pasur i vitaminës C, kalciumit dhe fosforit. Janë ideale edhe kur ndjeni të lodhur dhe të plogësht. Gështenjat kanë pak yndyrë në krahasim me arorët e tjerë me lëvore të fortë, gjithashtu ato kanë edhe shumë NCT, që i bën edhe të tretshme. Konsumi i gështenjave është fantastik për personat që ndjehen të lodhur dhe pa vullnet. Po ashtu, gështenjat mund të konsumohen edhe nga ata që dëshirojnë të forcojnë muskujt, nga personat anemik, si dhe nga sportistët. Gështenjat e pjekura kanë vlera më të mëdha energjike, sasi më të madhe të proteinës, yndyrë, vitaminë E, 2 herë më shumë sasi të karbohidrateve. Gështenjat kanë aftësi ngopse. Përveç se janë të shëndetshme, gështenjat janë një ushqim ngopës, falë sasive të mëdha të fibrave dhe karbohidrateve komplekse. Ato mund të përfshihen në dieta dobësuese. Dhëmbët dhe kockat do të jenë më të forta. Fosfori i gështenjave, magnezi dhe kalciumi na ndihmojnë të mbajnë të shëndetshëm sistemin e kockave dhe të mbrojnë dhëmbët. Gështenjat janë të mira edhe për sistemin nervor. Mineralet dhe vitaminat e grupit B të pranishme të gështenjat kontribuojnë në funksionin e saktë të sistemit nervor dhe parandalimin e problemeve neurologjike. Gështenjat janë një zgjedhje e mirë ushqyese edhe për personat të cilët vuajnë nga diabeti. Njerëzit me diabet mund të përfitojnë nga ngrënia e gështenjave. Karbohidratet e tyre komplekse thithen ngadalë duke shmangur rritjen e niveleve të sheqerit në trup. Ato janë të pasura gjithashtu edhe me nivele të larta të aminoacideve. Proteinat bimore të gështenjat përmbajnë të gjitha aminoacidet thelbësore dhe kjo ndihmon edhe për njerëzit me një dietë vegane ose edhe për sportistët. Gështenjat janë një frut shumë i mirë edhe për shëndetjen e zemrës, dhe si të tilla duhet të jenë pjesë prezente të dietave tuaja. Ashtu si arrat, gështenjat janë të pasura me yndyrra të shëndetshme me acide yndyrore omega 3, gjithashtu edhe me omega 6. Kjo është një arsye pse ato janë të shkëlqyera në parandalimin e sëmundjeve të zemrës dhe në mbrojtjen e shëndetit të tyre. Gështenjat janë një frut fantastik edhe kundër problemeve të kapsllëkut. Fibrat e gështenjave rregullojnë florën bakteriale të zorrës dhe tranzitin e zorrëve, duke eliminuar kapsllëkun dhe parandaluar problemet e zorrës së trashë. Gështenjat janë një frut i mirë edhe për problemet e hipertensionit. Duke qenë të ulta në natrium, të pasura në kalium, gështenjat janë të shkëlqyera për ata që vuajnë nga hipertensioni. Ato janë gjithashtu të dobishme për të mbajtur nën kontroll edhe lëngjet.
Hekurit që gjendet e gështenjat është i shkëlqyer në parandalimin e problemeve të anemisë dhe lodhjeve kronike, citon dhe Elsaj. Ndaj, në 100 gram gështenja do të merrni të gjitha përfitimet kryesore që ky frut i veçantë do t'i japë në dobi të shëndetit tuaj dhe në parandalimin e këtyre komplikacioneve. Ndaj, nëse doni të përmirësoni shëndetin dhe të mbani larg komplikacionet e sezonit, përfshijini gështenjat në dietën tuaj. Gështenjat janë kudo në tryezën tuaj gjatë vjeshtës, të pasur me fibra, acide folike dhe minerale, ato rriten në pemë dhe kështu ato japin edhe shumë përfitime për organizmin. Gështenjat janë të shijshme dhe të gjithanshme në kuzhinë. Mund të përgatiten në shumë mënyra, të pjekura në furrë, të zjera ose edhe në mikrovalë dhe mund të shtohen në gatime me mish ose me peshk. Të pasura me karbohidrate do të jenë një vakt i mirë për shëndetin tuaj. Vlerat e tyre energjike i bëjnë ato të shkëlqyera në luftën kundër stresit dhe lodhjes, si dhe efektive në muajt e dimrit, duke vepruar si një tonik natyral. Ky frut i vjeshtës përmban hekur dhe për këtë arsye është i dobishëm për personat që vuajnë nga anemia. Prania e acidit folik te gështenjat i bën ato një ushqim të rekomanduar edhe për grashtat zana në zhvillimin e shëndetshëm të fetusit. Nuk duhet të harrojmë kontributin e tyre në aspektin e fibrave. Ato rekomandohen shumë, prandaj edhe personat që vuajnë nga kapslëku mund të gjejnë një farë lehtësimi me përdorimin e këtij ushqimi. Megjithatë, keni kujdes kur i gatuani, nëse janë të gjalla mund të jenë të vështira për të tretur dhe shkaktojnë gastrit. Duke qenë pa gluten, gështenjat janë perfekte për ata që vuajnë nga sëmundja celiake. Nuk është rastësi që gështenjat bëjnë një miell të shkëlqyer dhe përdoren në përgatitjen e pjatave të ndryshme, qofshin ato të ëmbla ose të kripura. Shumë përfitime, por edhe disa rekomandime duke pasur parasysh marrjen e konsiderueshme të kalorive. Nuk rekomandohen për njerëzit me diabet, kolit ose obezitet. Sidoqoftë, kushtojini vëmendje porcioneve. Këshilla më e mirë është të mos t'i kaloni 100 gram në ditë dhe t'i gatuani ato në mënyrën tuaj më të mirë. Është e rëndësishme të merrni vlerat më të larta të gështenjave duke mos shkaktuar asnjë dëm për organizmin tuaj. Kështu do të keni përfitime të mira në mbrojtjen e shëndetit dhe në parandalimin e komplikacioneve. Gështenja, me pak yndyrë dhe me shumë vitaminë C, janë një frut shumë i mirë gjatë sezonit të vjeshtës dhe të dimrit. Ato kanë një lëvore me gjëmba dhe një guask kafe të errët, të cilat duhet të hiqen përpara se të konsumohen. Gështenjat kanë qenë një burim i ushqimeve për mijëra vitesh. Ato mund të hahen të pjekura, të bluara në miell ose të zjera. Gjithashtu, ekspertët tregojnë se gështenja mund t'japë shumë përfitime dhe të ndikojë pozitivisht në organizmin tuaj. Pema e gështenjës amerikane dikur ishte e zakonshme në të gjithë Shtetet e Bashkuara dhe ato lindore, por ajo pothuajse u zhduk nga një problem e infeksioneve. Gjithashtu, gështenja mund të ofrojë edhe një sër vlerash të mira për shëndetin tuaj. Ato janë një simbol i mirë i vjeshtës, të shijshme dhe të vlerësuara për shkak të përfitimeve që i japin shëndetit tuaj. Fosfori i gështenjës, magnezi dhe kalciumi ndihmojnë që të mbajnë të shëndetshëm sistemin e kockave dhe të mbrojnë gjithashtu edhe dhëmbët tuaj. Ndaj mos nguroni të keni pjesë të dietave tuaja të përditshme. Mineralet dhe vitaminat e grupit B të pranishme te gështenjat kontribojnë në funksionet e sakta të sistemit nervor dhe parandalimin e sëmundjeve neurologjike. Njerëzit me diabet mund të përfitojnë nga ngrënia e gështenjave. Karbohidratet e tyre komplekse thithen ngadalë duke shmangur rritjen e insulinës në gjak, por gjithmonë përpara përdorimit një konsult me mjekun përkatës është shumë e mirë. Proteinat të cilat gjenden te gështenjat janë thelbësore jo vetëm për shëndetin tuaj, por edhe për përmirësimin e performancës tuaj atletike. Konsumi e 10 deri në 20 kokra gështenja çdo ditë është më së mjaftueshme për të marrë këto përfitime, citojnë ekspertët e Healthline. Dhe mos nguroni që t'i keni pjesë të dietave tuaja të përgjithshme. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like.
dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.